shqetësimet që kanë ngrit palë të interesit publiku në raport me procedurën e provave, barazinë e armëve, transparencën ose mungesën e transparencës së kësaj gjykate, problemet me përkthim, problemet me vetë qasjen që gjykata ka në raport me drejtat që i gëzojnë të akuzuarit gjatë vujtjes dhe gjatë paraburgimit, dhe këto problemi i pashavon, sepse para vizita ime u realizu në mbikëqyrje, edhe të kamerave dhe të personave të sigurimit që ishin prezent gjatë gjithë kohës sa unë zhvillova intervista me 3 paraburgosrit. Pastaj nuk më leju me marrë shënime, pra nuk arrita me pas as laps, as letore që me marrë shënime, edhe pse unë kisha shku aty me idenë me taku e me ndëgju, jo me majtë proces verbal ose shënime, megjithatë kjo tregonte një qasje jo të duhur në raport me një institucion të drejtave të njerëzit, sepse është në kundërshtim me parimet e Komitetit për parandalimin e torturës edhe për rregullave që ka përcaktuar komunitet, por edhe të, si themi, detyrimeve që përmban edhe konventa për parandalimin e torturës. Në anë tjetër, unë jam cilësuar si person fizik, gjë që unë këto e konsideroj papranueshme, sepse paraburgosët e tij as nuk i njoh, as nuk kam lidhje shoqërore as familjare me ta. Në anën tjetër është cënu vetë, si themi, mandati jam si avokat i popullit,